E ke dëgjuar ndonjëherë këtë shprehje nga të vjetrit? Mos fishkëlle natën, se therrët të këqij. Në Shqipëri, kjo është një nga bestitnit më të frikshme dhe më të lashta. Edhe sot, shumë njerëz ndalen menjëherë sapo dikush fillon të fishkëllojë në errësirë. Por nga vjen kjo frikë? Dhe pse fishkëllima lidhet me botën e padukshme? Në kulturën shqiptare, nata konsiderohej koha e shpirtrave, e përbindshave të padukshëm dhe e gjallësave që lëvizin midis dy botëve. Çdo zë i çuditshëm, çdo thirrje ose këngë gjatë natës shihej si ftesë për energji të panjohura. E fishkëllima me tingullin e saj të mpretë depërtues, besohej se funksiononte si një thirrje, si një ftesë për shpirtrat e ndacak që lëvizin në errësirë. Thuaj se shpirtrat e ligjit u përgjigjeshin zërave të caktuar, gjëmojës së erës, ulërimës së kafshëve dhe fishkëllimës së njeriut. Në disa fshatra rrëfenin histori se njerëzit që fishkëllenin natën sillnin ters, sëmundje, ankth në shtëpi, apo edhe hije që ndiqnin njeriun për ditë të tëra. Ndaj fishkëllima konsiderohej jo thjesht bezdi, por thirrje për telashe. Shumë familje shqiptare kishin rregull të pashkruar, pas perëndimit të diellit nuk këndohej dhe nuk fishkëllej. Të moshuarit besonin se zëri i njeriut natën prishej, zgjatej dhe humbte në errësirë duke u bërë një sinjal për botën e padukshme. Prandaj kur një fëmijë fishkëllinte në darkë, nënat e ndalonin menjëherë me ton serioz. Mos e bëj, mos thirr të keqen. Sot ne e dim që nuk ka prova shkencore për këtë besim, por misteri që mbar fishkëllima e natës ende e ndjek kulturën tonë. Në errësirë çdo tingull duket më i fortë, më i çuditshëm, më i gjallë. Dhe ndoshta për këtë arsye, kjo bestytni nuk është zhdukur kur plotësisht. Kështu që herën tjetër kur dikush të fishkëllij natën kujtoje traditën e vjetër shqiptare. Për të parët tanë, fishkëllima nuk ishte vetëm tingull, ishte thirrje. Dhe jo çdo thirrje duhet bërë në errësirë.